Ti nuk mund të shkosh do shohësh një ndeshje në temperaturën 35 gradë, mos kesh mundësi të marrësh një shishe ujë, sepse për standardin e klubit tonë është e pamjaftueshme kapaciteti i klubit për të shitur një gotë birrë. Atë mund ta nënkontraktosh si shërbim dhe merr një tarifë fikse. Mund ta zhvillosh vetë si shërbim dhe fiton më shumë. Prandaj themi që është mungesë organizimi, vizioni. Një nga arsyet që Gjergji e ngre shpesh herë në televizion, mungesa e njerëzve në stadium, është jo vetëm për cilësinë e ndeshjes, është sepse ti shkon dhe thu, siç nuk shkova për ndeshjen Shqipëri-Serbi për shkak kontrolleve të larta. Nuk shkova se stadiumi është i keq. E kuptoj. Nuk shkon sepse nuk mund të shkosh dot në 35 gradë dhe mos pish dot ujë 3 orë. Sepse ai është dënim. Si ato dënimet që marrim ne. Patjetër, por ju flisni nga këndvështrimi i dikujt që e ka patur atë zgjopur me vajzën në stadium. Ne po flasim për unë vjen keq se federata mezi presin të ditë. Federata i ka shtruar ato çështje, ka pas bërë trajnime për klubet, ka munduar të asistojë në shumë problemi është që ti ke gruan këtë dy goca dhe normalisht me qef do shkoja për shkakun një ditë shtunë, një ditë dielë në stadium. Po këtu po flas për futbollin lokal, se futbolli kombëtar është më i thjeshtë për të zgjidhur sepse luajnë dy kultura ndryshme, Shqipëria, Anglia, stadiume të tjera. Problemi këtu në Shqipëri, për mendimin tim, nis në 4 aspekte. E para, sipas studimeve, problemi shumë i madh janë ditët dhe oraret e ndeshjeve. Vazhdohet me një sens, me një mentalitet, më thonë Zau nuk kam asgjë me Katundin, ne këtu jemi Katund apo jo, zyrtarisht, me një mentalitet pa katundar, që ndeshjet i duan natën.